أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Allah në lërësuar e falëndrojmë, salavat e salamet për jamberit alaihi salatu e salam e të rgëm. Në salam që të na falet, në i përmirësojmë jetët tona, të ndërum vëllezër, i përmirësojmë një jetët, bëmit sinqert mes neve dhe Allahut, edhe aman, thënë rutinën e kësa jetë, e cila është ba jetë plot me stres, me humbje të energjisë, me vrapim pas dunjas, me takime të kësaj bote, pse jo shpeshher me humbje të kohës pa nevojë, ku na ka harru edhe ahiretin, shpesh ibadetet po i bëjmë rutinë të çastit, ku nuk kemi një kohë me u marrë me veten tonë. Edhe besoni, sikur mos ishin bile një herë në javë, pa e lam gjumon, për arsye se aty njerëzit vinë se po thonë kështu s'kan qare pa ardhë, edhe vinë edhe këqyrin ku me shku dikun ku është mja borenin. Në për xhamia ku mahet ma shpejt, kryet ma shpejt, flitet ma shpejt. Andaj, këto derse, si që është kryi kësa jave, nuk është pa tjetër të unë. Ku të dani, shkani, s'ka problem, ama mundoheni bile një ders një javë, me thyat rutinën, edhe mos fshirni numrin e njerëzve, sasinë e tyne. Absolut, s'keni punë ju me kërkan. Ju keni punë me vetën e juj edhe Zotën e juj. Ju keni punë me vetën e juj. Andaj sa të mundeni, angazhoni për përmirësimin e saj. Sot për nefsin e kemi dersin e fundit, ku kemi përzgjedhur disa fjalë të dietarëve. E para me radhë është e Abu Muslim el-Khawlanit, i cili ka thonë, çfarë mendoni për dikë të cilin ti e nderon, i jep mirësi, i premton, kujdesesh për ta, edhe në fund ai para Allahut të rafton, dë bën hor. I kanë thonë, a ka që si personit keqa? Ka thonë po, është vetja jote. Që si personi keqa vetja jote. Nëse ti, thot, ja jep krejt të mirat, ja plotson krejt dëshirat, ja lëshon që thojmë na dizginat, frenat, absolut, çdo sen ja plotson. Çka ka me baj me ty? A ka me të deviju? Edhe në ditën e Kiametit ka me të bën hor para Allahut. Ky e ka pru një shembull si karshin i njerit. Qysh do të konsiderohet dikush që ti po i bën që kaq mirë, ai në ditë Kiametit me ta kthy që kaq keq. Ka thonë, çështu është njëjtë, vetëm çka në këtë rast është vetja jote. Çka kishe më bë dikuj, si kishe me trajtu, si kishe me përshkru, dikën të cilit i bën që kaq mirë, edhe ai në fund ty para Allahut ka me të bohor. Qashtu është vetja apo nefsi. Sa ma shumë që e plotson dëshirat, qaq ma keq. Vazhdojmë se i kemi disa, të përfundojmë. Thot një dietar tjetër, Es-Sirri Es-Siqtil Baghdadi, quhet, thot nuk kam pa shkatrus më të madh punëve të mira, prishës i zemrave, asi që e çon njerin në helaç, në shkatrim, i cili t'i shton mërzijat, hidhnimet, i cili ta sjell kërcënimin e Zotit ngat. E gjashta, i cili është sebeb për mendje madhësi, edhe dëshirë për mu duk, kush jam une. Thot s'kam pa, që t'i bjen kreçto ma shumë se sa personi kur verbrohet karshi vetës vetë. Marifetun nefs, njofja vetë vetës, është prej
mas njohjes Allahut, është prej njohjeve më të mëdha që i vyn robit. Prandaj me hy në shkencat e ulemave që kanë folë për shpirtin, për edukimin e brendësisë robit, për ato ibadetet e rëbbanijunve, rëbbani, dhe më thonë ata që kanë rrinë nivellet në alta devotshmërisë, që kanë pas raportet mes tyne dhe Allahut, shumë nivel të naltë. Jo këta që ndukjet jashtë me dukën burrat mirë. Jo. Ata që vetmin e tyne, raportin me Zotin, zamrën e tyne, nefsin e tyne, syfatsin e tyne, i kanë shtinë në zap. Kjo kategori tjetër e njerëzve. Prandaj, na shpesh flasin derse për dispozitat jashtme, au halal au haram. Edhe shpesh xhamati, vllaznia me 3 mesele, 5 mesele, 100 mesele, mashtrohen. Elshon mjekrën, i shkurton pantollt. Edhe thot u kry. Kur ta shet, domethën, shpirti i tij, sjellja e tij, nefsi i tij, brendësia e tij, nuk e njeh hala. Hala ka me punu me vetën e vet shumë. Prandaj ka qenë thuhet secili dietar e ka pas një zaman. Fatratun min az-zaman, kohë. Ku është marrë ekstra me vetën. E ka kalu klasën e parë, 2-ën, 3-ën, 10-ën, fakultetin. Ka një kohë kur ata qatë shumë janë marrë me trajnimin e shpirtit edhe në nështrimin e tij, e kjo është pjesë e sufizmit. Po mos të keq kuptohemi, ha? Sufizmi i lejuar, asketizmi i lejuar, asketizmi. Raportet e mira mes robit edhe Zotit. E vetmia, ndreqja e vetmisë, qëndrimi në vetmi. Jo qëndrimi i devijum, qëndrim i sakt, që përmirëson raportet me Allah, përmirëson leximin e Kuranit shumë, përmirëson namazin e natës, ta bën tahdhibun nafs, ta rëbran ose ta shtin në zap, epshin, kajtjen, që ti mos mu habit me dunjane atyne, po ti me këqyr ahiretin tanë. Kur të shet diqka rrugës, mos me këqyr haram. Kur të lakmon diqka, mos me lakmu haram. Kjo është edukim i shpirtit. Ulemat i kanë mri këta. Prandaj, kanë kalu nivele tjera ku Ibn Taymija është përmend se shumë ka majt derse, shumë ka boj ibadet, shumë para ti hala ma shumë, po më ranë mend ashtu, i cili mas sabajt ka bo dhikër, ka lexu Kur'an, ka bo dua deri në lindjen e diellit. Pastaj ka vazhdu deri në 8-9, po tham namaz duha se ma ka thonë kjo është zadi, kjo është zahireja, kështu përkthehet domthon ushqimi jam, fuqia jame. Sepse janë çudit ata çysh po mujnë këta ulema, një herë në ditë me hongër bukë, 2-3 orë, 4 orë, 3 orë me fjetë, 10 saat, 15 saat me majt derse, me bon hatë me Kuranin mrena namaz për një natë. Për një natë. Ti çuditësh? Jo, mos u çudit. Edhe unë jam çudit. Jo që unë e bëj. Po unë e di njerëz që e bëjnë. Unë e kom pa njerëz që e bëjnë. Kom pa. Për 5 orë, 6 orë, namaz natës e lexon Kuranin. Kom pa. Prandaj nëse jam çudit dikur, të bon praktik, të nejt me njerëz, e kena pa, edhe mos në vjen çudi. Pse? Kanë punu me vetën. Kanë punu me vetën. E përdojt këtë djetari, kret që të këqia gjashja i përmenëm t'i bjerë kur ti se nje vetën tone. Ti çudit është me vetën, me bon me të ofru do sene, që ty s'tu ka dhonë shansa deri që atëherë. Me të afru pasunia madhe, me të afru amoraliteti, me të afru pozitat, me të afru do situatën cilat ti se kanë ma përpara kur, edhe se keni ovdë vetën. Prandaj na nuk do të më çudit me politikanët, të cilët ju kanë burrat mirë deri dje filani fisteke, dhe ti e ke respektu. Momentin që kanë marrë pozita, që ka bo? Ti habitesh, qaj njerëja jo. Pse? Pa ai mas pari se kanë ovdë vetën.
Edhe kjo normal s'ke mujt me njoftë, sa asaj se ka njoftë veten, se ju kanë thonë gjëra të reja të cilat ai nuk e koni përgatitën për to. Nuk e kanë në pushtet, nefsin e vet, veten e vet. E thua, amma në zët me bo që shtu njeri për dunia, amma në zët me bo për karrik, po, banë, mësë që dit. I ka arshanca banë. Edhe këti tjetër me arshanca banë, edhe ty banë maki banë qashto. Se dhe ti ka rasti kur se dim me dosen e vetën, se ke testu. Mësë më thuj mu. Ti ka një onanë se ke testu vetën, ka ona tjetër. Nuk je që e ke eduku vetën me qësi. A ke nejtë 2-3 vjetë, a ke nejtë 40 vjetë ti gjithë natën me boj badet edhe me ledzu. Ja me ledzu, ja mu falë. Ja, edhe re. Mos falë. Vazhdon. Kristos anë thot t'i bjerë, mos njohja vetës edhe qka, mos pasja vakt mu marrë me vetën për arsye se është të marrë me gabimet e të tjerve. Allahu Ekber. Dhe më thonë, leqës po mirët me vetën, po është të marrë me tjetër kanë. Vazni mas shumëti që na kemi vrejtje të djemë të ri, është që një djalosh i cili ja ka nisë para 1 vjetë, para 6 muje, para 2 vjetë, më falë, i ka 13 vjetë, 14, 15, edhe shkon dikun të ndonjë hoxhën thojza. Edhe i hoxha në menë se me eduku, më bojnë i dashën, i sjellshëm, i devatshëm, me ju të zotit, me nalë gjuhën, qka janis e mësën me i ofendu hoxalartë. Edhe më i keq që hoxhi nëse është, s'kite drejt i djalin 12-13 vjeçar që të ka ardhur te ti. Ti më thonë mos shko te filan hoxha se ky kështu, ky ashtu, ky anë, ky kënej. Ma u marrë me gabimet e të tjerve. Të mirëmi me tonët mas pari. Tjetër vëllazni. Kush thot Ibn Hibbani, kush mirët me të metat e njerëzve, edhe nuk ka kohë për të metat e veta, ka me ju verbu zemra, ka me ju lodh trupi, edhe ka marrë një kohë që qatë shumë ka mu smu në zemrë, i smut. Sa edhe me dasht milan mos mu marrë me gabimet e tjerve, me të metat, s'munët mu largu. A ke pa ka njerëz të cilët dojnë mu largu prej kazinove, prej alkoolit, prej duanit. Atë shumë është smu, zemra ju ka smu. I smut është ai. Ai do mu largu. Kur ti hupaj parët, shkon në shpe dhe qanë. Por, s'po mund më largu. Normal, a ka arsye, s'ka arsye, veden, mos të çuptohem, s'po do më arsye tu. Ama ka njëri që mund me nal vetën edhe se nal. Ka njëri që ka mri me një grad, që është bon narkoman i kazinove, narkoman. Edhe ai s'u le. Ai në momentin që i marr parët, ai i kruhet trupin në xhep, i duket si me pas një gjarpën. Edhe çka, me hek sa më shpejt me pështupi ty, i lën kazino, kur ti le, bjen pishman, kanë. Kjo është smundje. Njerëzit të cilët mirën me gabimet e të tjerve, vjen një kohë që ju bëhet smundje. Edhe vetën ka me lodh trupin, edhe ka mu verbu ndaj gabimeve të vetës së tij. Edhe ti kur të mirësh me të, kur ta sheh, për shembull, ajo në gjendje mi ja gjet një dietarit një fjalë para 3-4 vjetë me një video që i ka rshit gjuha, e ka thonë një fjalë, çka do të qoftë ajo fjala, kur ti je një dietar, që ai që 20 vjet më nderse, që 30 vjet më nderse, dhe e di qëndrimin e atij dietari për X punën, e di. Por në një prej derseve ka mujt me thonë një fjalë që mundet më duk në shikim të parë si gabim fetar. Ai ka 20 vjet përvojë, krejt xhamate i njohin, derset e tij, librat e tij, ai kapët për çat fjale, e cila është shumë e panevojshme më marrë me ta, e nivelit 7-8-10 dhe më i parëndësishëm, jo të nivelit parë të rëndësishëm, ai me çatën për atë dietar, kur ti thu kënej prindrit e tu a falen,
Thot jo. A je të marrë me ta? Jo. Ti a del në xhami me i falë vaktet? Jo. Na i kemi thonë të xhamati thjesht e kemi një kanar, një mjet matës, sikurse për peshen, që është kilogrami, për peshen e trupave fizik. Për ujin edhe trupave të lëngë, litra. S'ka lidhje. Temperaturën Celsius, gradë Celsius. Për xhamatin e kemi një njësi matëse. Për hoxhallarët, prapë kemi një njësi matëse tjetër. Për xhamatin njësi matëse kemi namazin xhami. E më e rëndësishëm njësia matëse prej qëtina është namazi sabahit në xhami. Jam të folë për kushte normale. S'po du me thonë për ata të cilët mos ju hynë hak dikuj për juve, që në fshatrat e vetë, në mahallat e veta s'falet për shembull sabaj, po arsuetojmë inshallah taala. Njësi matëse një xhamatli që i ka bon 25 vjet, 30, 40 vjet falet, rrit ty ja gjet një gabim një filan hoxhës që në anën tjetër ai nuk i rri namazit gati në xhami, e ka mundsinë. Ne i themi, ti e ke harru veten tënde, si e tu marrë me gabimet e tua. Thot, qa ka lidhe unë a falem, mësë më qërë mua falem as falem. Ti këqyre, gabimin unë ja kum gjetë, ja. Se për mi gjetë gabimin edhe me folë për dikën tjetër, ti mas pari vetën du të me pas shumë në rregull me gjërat esenciale. Ti ki problem me çështjet e besimit, davetit në familjen tënde. Njeri prej vëllezërve i jep të shumë siklet në kategorizimin e hoxhallarëve. Ky bidatxhi, ky kështu, ky ane, ky kënej me ato etiketimet që s'du t'i përmendit, cilat për një xhamat thjesht janë vetëm smundje e zemrës. Edhe vind të kërë mu konsultu me mua dhe u mundosha që me e këshillu për rritë Allah të zgjel më s'më umarë me këto sene, më umarë me vetën e vetë me leximin e Kuranit. Me kalimin e viteve, una që bindun që aja është në nivellet në alta, edhe të dijes, po edhe të familjes. Edhe rastësisht, ku e di, ta shkar ku atë jemi të sinqert, ku në shumicën e rasteve gratë janë ato të cilat vendosin, se s'du tash të më pritet kjo video dhe të keqpërdoret nesër, më thonë hoxha kundër grave, ku shpesh i detyrojnë disa vllazni që ndoshta shet trimni, edhe në trimni para hoxhallarëve, para vllaznive të vet, ku prej gruas nuk guxon muni. Edhe detyron, ka raste kur gratë i thonë në Viber, në WhatsApp, në Facebook, dalim dy të bashkë. Se po dalin shoqet me gratë e veta, edhe ti ki me dalë me mund, në surat Facebookit e të rrjeteve sociale. Edhe detyron, apo tanë me mjekrën deri në kërthiz, edhe detyron me dalë me foto grunë në pambules. Tash domon, e keqa kënina, e keqa anina, se normal se duhet ruhet privatësia, lusë Allahun që të na uzet gjithve. Unë e di që ai mundohet, nuk du të akuzoj. Problemi nuk është te mundi ti, është problemi se ti, përderisa, pastaj unë e pys, ma bën halal, a ki grunë pambules? Thot, po valla hoxh. Ma bën halal, Kur'an, jo s'di me lezu, s'di me lezu Kur'an? E ki këtë problem, ti hala, unë nuk po du me akuzu kërkan. Unë po du me thonë, as Adllahun s'po du me akuzu, as qasi ka 100 tjerë dhe 1000 tjerë. Po du me thonë, përderisa keni me qka mu marrë, në për familjet e juja, mos u merrni me diçka që s'është përgjegjësinë e juaj. Çkaq? Përderisa ki gabime më të mëdha në familje, merru me çato. Mos i kqyr gabimet e hoxhallarëve dhe të njerëzve të cilat tek e fundit nuk takojnë ty. Po unë po mirëm, në rregull, po mirësh me familje, përkushtohet te ta se nuk i kin nivelin të me dal jashtë. S'po din me lezu Kur'an. Pra niveli me kalu provimin një besimtar është me këqyr namazin e sabajt, apo fal në xhami. E nivelin e një hoxhës për me fillum, nëse i lejot, me fol, nëse i lejot, si lejot apet, për me thonë që ka hyrë në rajnin e hoxhallokut që ky, është me mësu Kur'anin përmensh. E kemi përmend. Ulemat e moqëm nuk e kanë shtinë në radhët e talebul e ilmit. Pas rast kërë më takun me dine me Shekh Jahjen që jam mësën talebeve 6 librat e hadithit dhe 9 librat e hadithit dhe e ka pas
Kusht, a din Kur'an për mash? Jo. Atë lutëm, shka mëse Kur'anin, ti bëdën me kalun klasën e dytë ose shkollë të mesme filloren se ke kry. Se ke kry filloren. Me 3 sure, 5 sure. Me folë për gabimet e ulemave, të umetit. Janë disa meselet cilat na s'kem qare pa i folë. Po ne i njekim hoxhallarët e mdhaj. Ama ti më uqua dhe mi majtë, thot arabisht, dendene, më kanë ajo dediko 2 të ditën me folë për. Ti do më të marrë me gabimet e tjereve, ti s'ki vatë me përmirësu vetën tane. E përmenëm javën e kalume. Cili prej neve, prej javës kalume, desat, e ka marrë një listë dhe ka bon 20 ose 10 gabimet e tia më të mëdhaja që ai shen vetën e vetë, në trupin e në shpirtin e vetë. Cili prej neve i ka bon? Unë si kum bo. As ju si keni bo. Ta më thonë tash, të rrim në aty, kritiku tjertë, ka dhe vene dhe kritika, përmirësimit, rekja vretjes, kretës jam, na jemi të thonë niveli ku jemi nan. Unë jam të folë për neve qëtu. Kemi kujdes, vllazni. Edhe kjo është shkatrim me vetvetes, lodhje e trupit. Pastaj kemi pas çdo 10 ditë i kemi ku jemi të Dhul-Hijjes. Pak për neve janë ato që ata që i kanë agjeru ose janë të i agjeru non prej tyne. Vallahi pak. Çfarë shpërblimi i madh. Po shohën e sot kum pas takim ndoshta me dikun 15 palë njerëz kështu. Asnjëri i agjerueshëm jo. Edhe unë nuk kesh agjerueshëm. Jam munum, ka pak minajt gati, po si ku ma agjeru krejt. Tash më zbam shumë e vleva para juve. A din çfarë halli? Kishin të gjithë me cilë të takova, po o gjë erdha më taku sot me kry puna në këne, se nesër du të me agjeru, në më thonë gajle e bajmë na. Sahabët nuk e kanë bajt gajle. Agjerimi o kondi që ka normal për ta. Normal. A din kur e normal për ty e për mu? Kur neve në thirë dikush me një darsëm, me një drek, edhe na shkojmë normal, ose me një kafe, me nejt, me ba një nevoj, ka një nevoj e një hal, edhe ai pin kafe, hanë diqka, edhe të s'ki problem absolut, se ke shku në qatë darsëm, në qatë dark, në qatë drek, ose në qatë të bim, hiq. Të ka po pjesë e jetës, normal e agjerimi. Sahabëve normal e kanë pas, në luft kanë shku, normal. Normal e agjerimin e kanë pas. Na pas taj rrim, do të kritiku tjertë, ku neve na ikin këto ditë dhe na bajmë gale ditën e Arafatit, du të ma agjeru. Do të jep me kuptu se ti dush me dalë për asaj rutinës normale, që ki për ditë me hongre me pije, kafe, me dale me hongre me pije, kafe. Se tash nesër është ditë e Arafatit, du të ma agjeru. Na du të mi boj ibadetet diçka normal. Agjerimin. Dalim të pika tjetër. Kushënia, thot Ibrahim Ibn Adhemi, kushënia vetën e ti, mirët shumë me vetën e ti. E kushënia zotin e ti, mirët shumë me zotin e ti, sa s'ka vakt mu marrë me të tjertë. Dëgja. E kemi vetën, e kemi Allahun. Kushënia vetën e ti, çka bindet? Bindet në një gjë. Kushënia vetën, që shduhet. Bindet se është mango. Ka nevojë për mirësim. Edhe çka bën? Mirët me vetën e ti shumë. Kushënia zotin e ti, prap mirët me zotin e ti. Pse? Se qaq, kur tani e zotin e ti, qaq e do, qaq e beson, qaq afrohet, qaq që shtojmë na ele shpirti për Zotin, shpirtin e jep për Zotin, qaq shumë që e do. Çka bën ai? S'mirët me qëtër kanë, veç me Zotin. Me vetën mirët për me përmirësu vetën. Kushënia vetën e ti, detyrimisht ka marrë me ta. Se nuk ka mundësi dikush me njohë vetën e ti dhe me thonë, mashallah, sa mirë kanëm. Jo. Pa tjetër ka me thonë, ku për mund sa keq kanëm. Dhe banë se ka nevoj për ma mirë. Kushënia vetën e ti, ka më marrë me vetën e ti, s'ka vakt për tjertë. Kushënia zotin e ti, s'ka më marrë me kërkan tjetër prej njerëzve. Qaq pi dashnis madhe, që ka me kuptu kushën zoti ti. Andaj merru me këto dy, me vetën edhe me zotin. Zotin sa ma shumë që e zbulon, kusha, qaq ma shumë e do.
edhe afrohesh taj. Vetën sa ma shumë që zbulon, qaq ma shumë e kupton se si e kërkushi. Kuptot këtë dalimin. Dalin të pika tjetër. Thotë Aun ibn Abdullah, thotë nuk ka njeri në botë që është marrë me njerëzit shumë, e ka hupë të njetën të marrë me tjertë, vetë se ai i cili ka haru mu marrë me vetën e vetë. Kush ka haru mu marrë me vetën e marrë me tjertë, ose e kundërta, kush mirët me tjertë ka me haru vetën. Pasha Allahin, disa fitnet të cilat ka ndodhur mesin e muslimanëve, edhe në vendin tonë, edhe në vendet islame, në dekadat e fundit, na kemi pa se njerëzit që janë thirrë në emën të dijes, janë thirrë, nuk janë kanë dietarë. Edhe janë marrë me këto fitne të akuzimit të muslimanëve, e nuk janë marrë me dije, nuk janë marrë me davet, nuk janë marrë me libra. Fundin e kanë pas të kotë. Kanë ardhë, kanë shku, kanë ndek pa kur farë dobi, pa kur farë profitimi. Tjetra, thot Ejube Sikhtijani, i është thënë Omer ibn Abdulazizit, o prisi besimtaret, si kur të kisha ardhur në Medine, kur konë khalife, edhe kur të vdesish, me të varros afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vorrit më bë, vorri i katërt. Aty është Resulullah sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri, Omeri, me të varros edhe ty. Omer ibn Abdulazizit, që thuhet, domethënë shenjë respekti për ta, khalifja i pestë i drejti muslimanëve. Edhe pse kjo domethënë nuk qëndron shkencërisht, por nga respekti i tij, edhe pse na themi khalifi i drejtë mas Ebu Bekrit, Omerit, Othmanit, Alijut, ka qenë Hasan ibn Aliju, që khilafeti i tij 6 mujor ka qenë khilafet në burim apo në inspirim hynor, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë khilafeti hynor me drejtësi hynore, të banë sipas shpalljes, është 40 vite. E kur e këshyr historinë, hynë që është 6 mujor që i Hasanit, në qëto 20 vite. Pra nëse dikush do t'ishte khalifja i pestë i drejt, është Hasan ibn Ali. Po ma i vlefshëm se, po ashtu, se Omer ibn Abdulazizi, kusha, tjetër, Muawija ibn Ebi Sufjani. Ma i vlefshëm se Omer ibn Abdulazizi, sepse Muawija është sahab, radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë. Por, ky ka qenë një prej burrave evlia, të mirë, që i kanë thonë, sikur të kishe shku me vdek, afër, edhe me të varros afër Resulullah sallallahu alaihi wasallam, thot, ai ka thonë, i mërzitur, vallahi, sikur Allah të më dënon të diçka, jo me zjarr xhenem, me diçka tjetër. Do ta kisha pranuar më lehtë se sa me morit menja, e me fillu me mendu se unë jam meritor për qatë vend, që aty mu varros. Do më thonë, kështu ka thonë, xhehenamin se du, s'du me më dënu, po me nej sen tjetër me më dënu Zoti, e kisha bo kabul, veç mës me morit menja, që unë jam meritor për qatë vend që aty, nga të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do më nuk u konë me në madhë. E ka njoft, vetën e ti përkon për folim, për një njeri cili qatë ka qenë i drejtë, sa kur për 2 vjetë sa ka nejtë khalife, kretë janë pasuru, kretë kanë pas me hongër, sa s'ka pas kush me pranu zeqatin edhe sadakën. Ka detyru musliman me ble gronë edhe me shkep gronë në për male, në për natyrën, dimnit e zëgjt me hongër, më s'pe thonë që në kohën e Omer ibn Abdulazizit ka të cof një zag ose ka ngorë një kafsh nga Uria, ku do koftë në shtetin islam. Në kohën e ti, e dini që
Ka thonë bashkëshortës vet ose jep zeqat, sadak, krejt pasunin vajza e halifës. Gruaja e tij Fatimia. Motra 2 halifeve, nëse s'gaboj 2 ose 3. Edhe burrin halife. Fatimia, gruaja e tij ka thonë, oj Fatimia. Hajde këto. Jam bon halife, krejt pasunin që më dhon çysh e kum dhënë unë. Ka pas, ka dhënë ose ka thonë po të ndaj. A don dunjon, a don burrin tan. Edhe asketizmin. Jo më ka thonë e du asketizmin, i ka thonë. Ka pas një gjerdan të arit, o kon i pa imaginushëm, s'ka pas vlerë që ka mujt me vlerësu dikush qatë që shtrajt. Me miliona, po dhe mune tash euro, sodit. E ka thonë, që kanë mo ata që kanë rujt pasunin e muslimanve, ata përgjetsat, po thamë, e kanë marrë e kanë lonë që të janësh, se kanë dhonë sadak, se kanë shit, se kanë coptu. Kur ka vdek burri saj, kanë marrat edhe ja kanë qu Fatimës. Që ka thonë se nashta e ke thonë se s'ke pas qare për burrit e këna rujt me ta këthy. Ka kajta ja. Ka thonë vallahi, diçka që e kumë thonë për Allah, kur nuk pranaj, se kumë thonë për atër burrit tem. Për Allah kumë thonë. Një grua e ndershme për një burr të ndershëm. Në kohën e Omar ibn Abdul Azizit, ka ndodhur që disa musliman pasonike e mbledh me një krahin të madhe me nërejsh një gjamin më të madhe në krahin. Edhe tokën që kanë pas, plan që kanë bërë gjamin më nërejsh, e këndasht e kanë pas aty një shtetit musliman, po i krishter. Edhe ati mi amar një pjesë të tokës, kanë thonë, adhe qka, kjo për jeton mesin tonë, kjo pagun gjizjen të na, shteti jonë, dojna me bërë një gjami, t'ja marim, s'kem nevoj me pyta ta, disa metra tokë. Kënina me lonë si me thonë parkinget, se në vend i ka që ashtu pozicionin. Edhe kanë marrë, kanë njës gjamin e kanë rejtë gjamin. Kur ka shku këmi pa i krishtere, opa, gjamia një pjesë në tokët vetën. Se me thonë 10 fadrat, 20 fadrat, pjesë, jo shumë e madhe. Ka shku është anku të Omer ibn Abdul Azizi, të khalifja, kryetari muslimanve. Ka thonë kështu. I thirë ata ndërtu se gjamia më e madhe në të krahin është baja. Thot, a është e vërtet? Thot, po, Emirul Mu'minin, e vërtet është. Ja këna marë, se këna pytë. Thot Omer ibn Abdul Azizi, shkoni prish në gjamin. Kretë. Shkome prish, thot, gjamia më e madhe, më e mire, a disa parë në këna thonë. Thot, nuk më interesan. Keni bo zullum njerit. Thot, ani po folim me ta, mos pja mushim menën me ablej. E thot, keni afat 24 orë. Nëse ja u shetë mirë, nëse jo, gjamia prishet komplet. Mësim për juve dhe për kretë njerëzit, i ka thonë. Shkojnë këta ta, i të e lutë, aman e duman e zeman, aman. A i qotë edhe ju i thot, pjapin këta qmim, sa shkon të regë, jo. Perrita i qmimin pa hesap, nëse ka qenë që 1.000 euro, a i përbën 100.000 euro. E ki parasysh? Ta shatar ku për krasojnë me ase, shumë përri gjamia, kanë thonë po t'i apim 100.000 euro. Edhe nesër shkojnë të kryetari muslimanve, edhe ai i krishterë edhe këta muslimantë. A u morët vetë shtot po. Thot, pja o shes. Jena marrë vesh me qmimin, a jeni marrë vesh po. A i ke pranu qmimin po, në rregull. Ju thot aty në muslimanëve, dilni ju jashtë. E nalat krishterën. Thot, kam një, me më kalzu drejt, mos kanë kërcnu në ajsan. Kanë thonë, jap, na shet jap të mysin. Ja nuk bëjmë tregti me ty. Ata kretin konë fort, edhe kime falimentu. Ja ta mysin fëmin, ja ta kidnapojnë ata, loj. Wallahi thot jo, së më kanë thonë. Thot, a je i sigurt? Nëse je i sigurt, i shti ka thonë edhe me ta pagu tokën, edhe prishi gjamin edhe i shti në burg kret ata. Në alet kë. Thot, o kryetari muslimanve, pash zotin, a më kalzan një sen, a ti e qështu buri mirë, a islami o të të mësu qështu? Thot, vallahi nuk jam unë buri mirë, për islami mësan qështu. Kam e të mirë. Thot, që kjo është islami juj? Thot, që kjo është? Se njëri e ka njoft islamin, por nuk o ballafaqu direkt me njerëz të kësaj kategorie. Prandaj shumë njerëz nuk e njohin islamin, kur rrinë me ty, e krijojnë mendimin e keq për islamin, e kundërta. Sepse ti, me sjelljen tonë ose unë,
Vend se më ja vërtetu ati që Islami e mirë, ne vërtetojmë që Islami është i keq. Ai nuk di me dallu masa ne. Çka me bona? Me sjelljen tonë më ja vërtetu që është Islami i mirë. Se për një është i mirë, pse? Pse është i Zotit. Zoti është i drejtë, Zoti është i mëshirshëm, Zoti është i mirë, Zoti është i dashëm. Kjo është dini jonë, çtu ka zbrit Islami. Thotë nëse çështu është feja juaj, atëherë unë bëhem prej që tash musliman. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wallahi ya amirul mu'minin. Çato pare që mi kanë premtu, halal i kufshëm. Toka të cilën është rreth xhamia, du me lon hajrat për i Zot Zotit. As farës du as kur gja, veç që mbindet që kjo është drejtësia islame. E që ta burra, kur ju ka thonë dikush, me shku mu varros të vori Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sa dikush jeti ka thonë vallahi, vetë xhehenamin s'kam qef, s'unë durej. Për çetër sen, kere dënimet i kisha bon Kabul, veç mos më morrit mendja, kush jam unë? Kërkues jam, ka thonë Omer ibn Abdulaziz. Na kemi raste kur dikush për ty e thot një fjalë, unë kam raste kur ndëgjoj të livdan diçka. Ti e nina tha. Takona, ty takona. Nuk thu që sa ashtu se takona, që filani, shumë i fort, 10 i rrej. E ka të ndalu me pi, ku e di pi kuj, e ka të ndalu me se nër 10, edhe tash aje, di që son qashtu, po qka, njëmën, më thonë, se e kona. Omer ibn Abdulazizin, kur për livdojnë, qka për thot? Ja, son qashtu për thot. Bile njëherë njoni, ka natën Omer ibn Abdulazizi, khalife, me ushtri, me truproja, po vjen në gjami, terro kona të ku. Njoni, o falë, një fukara, s'ka pas shpi, edhe e ka zonë gjumit e dera gjamis. Një 2-3 metrë për derës gjamis. Edhe, po kalon Omeri, po vjen me falë na file namaz natën, 2-3 natës. Ka dalë si tinza, rojet, po shkojnë gjami. Edhe, peshkel, me kom peshkel, ato të dera i të fjetë. Se ka pa, terë. Edhe ai pi thot, hej, më shkele, kërkoj ndjes për këtë fjalë, a gomari e a? Kuj pi thot? Njerit më të fortit në botë, në atë kohë. Më të fortit në botë. Çka pi thot Omer ibn Abdulaziz? Jo, bro, ma von Allah, jo. Do më thonë, si jam magar, insan jam, jo. Ata pitojnë, ata bëjmë me talib, jo, bro, këj pyte, a je gomar, thash jo. Ja dhash përgjigjen, kur gjë kërkuj. Po e marë pozitiv. E kupton? Këta në konë njerëz drejtë që s'ju ka rrit menja. Që nuk ju ka rrit menja. Imam Ebu Hanifës po i thëjnë në pazar, po i min da. Që, tha, që kjo është, që kjo. Ha, mre, kush që kjo? A i bre tha, dish që të kalzova pram, kjo që falet të natën. Opa, unale Ebu Hanifa, rahmetullahi alej, tha la ilaha illallah o zat. Njerëzit po menojnë që unë jam burri mirë e falë në të natën, e unë e s'falë në, pasha zotin, tha, du të më janis mu falë, tha se, nuk du të njerëzit me mendu mirë për mu, unë e kërkas jam. Përmanet që prej ati vendimi, deri në vdekje, kur nuk ka fjetë, pa ne qutë, ose me ledzu, ose mu falë deri në sabah. Andaj thuhet e fjala Ebu Hanife, 40 vjetë me avdes tjatësi se ka falë, sabahin nuk. Do më thonë që se ka prish, pa për qëllim që ka nejtë të natën ja të ledzu, të studiu, ja të falë. E ka njoft vetën njerëzit edhe ato që se kanë pas nuk janë rritë. Nuk ju ka rritë menja me qka s'kanë pas. Edhe fundit të dashur vëllezër. Një djetar thot, më patën të regu se një qfar Yunus ibn Ubejdi ishte burri mirë edhe i devatshëm. Edhe thot, për me marrë vesh devotshmërinë e tij, çëshe ka mri, edhe burri mirë që është, ja shkruva një letër edhe i thash. Të lutëm kallëza, me qka e ke mri, nuk ka një devotshëm i mirë e burri. A i thot, ma kthej me një letër edhe më tha kështu. I ofrova vetës tame nefsit, për nefsin ime të folë, për shpirtin, për brendësin tonë.
I ofrova vetes teme ofertë. I thash, a mundesh me I dasht për të tjerët atë që do për vete? Edhe ta uresh për të tjerët atë që uren për vete? Më tha jo, s'jam I gatshëm. A je I gatshëm me ja u dasht tjerëve qatë mirë që ja dush vetes, edhe me ja urejt tjerëve qatë gjë që ja uren vetes, qatë keqe që ja uren vetes. Më tha nefsi, jo, s'jam I gatshëm. Që ka bota në kjo? Ka punu me veten, e ka përmirësu. Derisa kam rrinë, çdo sen që s'kam qef ti me ma bo mu, s'ta bëj asun e ty, që kaq. Kollaj është. Po me kush është gjykac për një sen o e mire o keqe? Allahu. Unë muj me ta bonit keqe, me thonë jo më shua keqe, se mu ka smu zemra. Po që që dim na senet e në të qijat mira, përmes ligjeve të Zotit. Se qafirat menojnë që është se vab me shit drog dikuj, se vab me shku në zina. Na nuk I këshyrim me kanalin e atyne, po me kanalin e Islamit. Thot, kjo e para. Thot, edhe dyta, I thash vetës teme, a bëjmë marveshje që kur mës me përmen kërkan në botë, vetë se për mirë. Thot, më tha pe pranojmë këtë marveshje, edhe hyjëm në lojë, këtë dytën. Mës me përmen për njerëz, me mshel gojnë, veç mirë me folë. Thot, pastaj mas I hyjna në lojë, e pranu marveshjen. Thot, qa që ku pas vështirë, ma kollaj kisha agjëru në ditët e nxehta të verës në shkretin, se sa mos me folë për njerëzit keq. Qatë zërë që kum pas. Qatë zërë. Do më thonë, qëto, thot, o vlla jam, I kum pas parasysh, edhe thot, të lanë pache. E kuptut edhe njerë për përsëres? I kum thonë vetës duja të mirën, të tjerëve që ja dënë vetës. Ureje për të tjerët atë që urejnë për vete. Më ka thonë, s'jam mirë me këta, jam angazhu me mërin që ta. E dyta, ku më bo pakt, marveshje me veten, që mës me përmen kërkan, kush përmenet me emën, filani fisteki, mu përmen veç për mirë. Kemi bo pakt, apo marveshje, por qatë shumë e kum pas vështirë me kalimin e kohës, normal, masanena njeri shkon dikur edhe, stabilizohet dikur. Si ma gjërim, a ke pa në gjërim, fillim e ki ma zërë, masanena, stabilizohesh. Thot, qatë zërë kum pas, ma let kisha agjëru në ditët e nxehta të verës në shkretin, se sa, sot kjo është agjërim. Kur të vlon për mrena, të vlon me full keq për filanin, se takona me full keq. Takona se ta heshen shetani, thot kum pas shumë zërë, por normal, këto kur I ka pas parasysh, edhe ka mrin ato gradat cilat të kondash me mrin. Pra, të ndërum vëllezër, nuk du me zgjallë ma shumë, se këto janë të përmendura në liber, po besoj që paka shumë I keni parasysh, edhe është e jona që edhe nëse nuk I mbajmë mend të gjitha, me u kthy në video të cilat janë në internet, edhe me e rishiku ato. Ajo që këshilloj vetën time edhe ju, është që me u marrë ma shumë me vetët tona, edhe me fillu me ndje përgjithësi në atë që veprojmë dhe atë që folim. Edhe gjithmonë me kujtu vorin, edhe vetmin, edhe dalin para madhnisë Allahut. Kjo ka më na përmirësu me lejtë Allahu Gjeleshanu. Allah na përmirësoft edhe anën e jashtme, Allah na përmirësoft edhe anën e brendshme, shpirtin edhe zemrat tona. Kjo është për njofjen e vetvetes, inshallah taala pastaj kalojmë tek tema tjera. Nuk do ta ndërprejmë dersin, inshallah mas Bajramit prap e vazhdojmë njëjtë mërkurën. Walhamdulillahi rabbil alamin.